ne jemi rikthyer në studion e Wake Up dhe jemi gati për t'ju dhënë parashikimin e motit për ditën e sotme. Në të gjithë territorin e Shqipërisë, në tërësi do të ketë një mot të kthjellët për gjatë të gjithë ditës, do të keni diell. Konkretisht në Tiranë ka kushte të qëndrueshme atmosferike, mot i kthjellët gjatë ditës, por me temperatura që do të ngrihen gjatë orëve të tjera të ditës. Mund të shkojnë ndoshta maksimumi deri në 21 gradë Celsius. Në mesditë dhe në mbrëmje do të paraqitet moti më i freskët, me vlera që ndoshta do të zbresin rreth 9 gradë Celsius. Nëse flasim për qytetin që ka temperaturën më të ulët të shënuar në Shqipëri sot, është Korça Blendi, 0 gradë Celsius, e ka kap zeron. Zero me gjufë. Jemi mirë, ndërsa qyteti që do të ketë temperaturën më të lartë në Shqipëri, si gjithmonë, Saranda me 21 gradë Celsius për gjatë ditës. Do të flisim pak për kryeqytetet e rajonit, më ndihmon regjia. Okej. Prishtina, Kosovës nga 1 gradë Celsius deri në 14 gradë Celsius, Podgorica, Mali të Zi nga 6 gradë Celsius në 17 gradë Celsius, Athina nga 11 gradë Celsius në 21 gradë Celsius dhe Shkupi, Maqedonisë Veriut nga 3 gradë Celsius deri në 16 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për këtë 14 nëntor. Pyetja e pamundur. Okej. Pyetja e pamundur. Në Wake Up. Atëherë pyetja e pamundur për sot është kjo. 8% e çifteve grinden për këtë rregullisht. Për televizorin. Jo. Se grinden, se çuna duan të shohin, ku diun. Futboll, po them kot. E di unë që duan të shohin çunat. Futbolli është njëra prej tyre. Aha. Jo, po s'është televizori, pra. S'është televizori. Duhet ta gjeni ju në 069 442 8873, 069 442 8873. Grinden për punë të shtëpisë. Apo s'ka lidhje? Jo. Fare nuk i rrotullohet. Që grinden për punë të shtëpisë, patjetër. Jo, them nuk i rrotullohet asaj pyetjes pamundur. Po mund të jetë që 70% e çifteve grinden për punë të shtëpisë. Domethënë më shumë çifte grinden se sa nuk grinden. Mendoj, vjen një pikë ku ti thua ti, "Oh, noshi!" Nosh. Po, do ti mbledhësh ato çorapet apo tras mamin tat vitin deri. Bashkë me çorapet mbledhësh dhe pllumat, se i ke lshu këto kohë. Vit. Nuk vin më, s'ka, vit as trime buke fare asgjë. Kështu që gjeni juve, keni për të fituar një kupon nga Sweet Spot, zonja zotrinja, agjencia e udhëtimeve Sweet Spot do i çoj atje ku ndërroni të shkoni. Bravo. UFO-t. Ku do të shkojë ti Blendi për shkakun? Ishte Çako atje në Top Story. Çako ikën vjen bisedon me UFO zakonisht. Po bisedonin për UFO di atje dhe se si është e gjitha një filament, është një filament. Po ti futesh nga poshtë dhe lart, thoshte Çako, edhe ishte një debat shumë interesant. Po ti futesh nga poshtë dhe lart. Po pra, se nuk e kuptova. Ka tunele tha, ka tunele dhe për te akujve ka UFO. Për te akujve. Domethënë nëse çan ti se çdaj libri që qëllon ta kem përkthyer unë se ata kërkonin polin e veriut atje dhe po ndoshta ka qenë duke kërkuar UFO-t këta më, që ke përkthyer ti këtë libër. Kështu është, ishte fort interesante. Pra nëse hyn nga poshtë dhe lart. Nëse futesh në tunel, kur mbaron tuneli, kupton që janë terrac. Domethënë në një farë mënyre, nuk e tani këtë më thella se ç'mund të kuptojmë ne, por gjithsesi.